Legjenda e Juventusit Alessandro Del Piero ka komentuar paraqitjen e sulmuesit shqiptar Edon Zhegrova duke e vlerësuar si një lojtar që mund të sjellë rrezik për kundërshtarin në çdo moment. Tani për tani Spalletti duhet i menaxhojë sulmuesit taktikisht, fizikisht në aspektin e ndikimit. Zhegrova është dikush që të jep ndjesinë se mund të lëndojë, diçka që duhet të jetë aty për të gjithë 90 minutat, deklaroi Del Piero. Edon Zhegrova u aktivizua në minutën e 71 të ndeshjes së fundit ndaj Sporting Lisbonës dhe tregoi disa momente të bukura me driblime të shpejta duke pësuar faulla pa pushim nga mbrojtësit portugez. Sulmuesi nuk ishte pjesë e disa ndeshjeve të mëparshme në drejtimin e Igor Tudor, por duket se po gjen hapësirë me trajnerin Luciano Spalletti duke kontribuar dhe në fitoren ndaj Cremonezes me rezultatin 2-1. Megjithatë, Juventusi vazhdon të ketë vështirësi në fazën e grupeve të Champions League. Bardezin barazuan 1-1 me Sportingu dhe me 4 ndeshje të mbetura kanë vetëm 3 pikë duke rrezikuar seriozisht të mos arrijnë as në fazën e play-offit. Zhegrova duket se është një nga pak shpresat që mund të ndryshojë dinamikën e skuadrës, ndërsa Spalletti kërkon nga lojtarët e tij të tregojnë maksimumin në përballjet vendimtare që vijojnë.